Përshëndetje dhe mirë se vini në Mes Driti. Ja ku jemi dhe sot së bashku në Mes të Dritës. Thot edhe kjo kënga me cilën e nisim çdo ditë, një këngë e krijuar me jaj në fillim të sezonit. Nis ritmi, nis ky program, Dizën Drita, dhe sigurohemi shumë që të mbërrim tek çdo familje shqiptare dhe urojmë shumë që të gjithë ju që sapo jeni zgjuar, por ju gjumashët e kanë fjalën, të keni një ditë të mirë, të shkoni të mbyllni gjithë detyrimet tuaja. Por që është më rëndësishme të na shoqëroni edhe ne në këtë rrugtimin ton televiziv deri në orën 13:00. Uroj dhe sot të jemi shoqëria e drejtë televizive për të gjithë ju. Tani më lejoni ti themi mëngjes kolegut, ti do ta pyesë përse qeshi në këtë nisje programi, dhe pse buzëqeshja nuk I mungon asnjëherë. Mëngjes. Më thuaj përse qeshe. Përse po qeshja? Po qeshja sepse mu pingull në një drejtës, në një mu pingull me mua këtë drejtim, në një segment jo shumë të gjatë, diku 4-5 metra, 6 metra, ndoshta sepse kjo është studio e madhe, ndodhet e zonja e shtëpisë, edhe ndërkohë po ngacmoheshi me fjalë, edhe po bëri mirë tjetrin për qeshur. Por ti e di që këtu ne për ditë jemi pa filtra, asgjë nuk na kushtozon të tregojmë për publikun kush jemi ne në të vërtetë, se sa qeshim ne edhe për te kamerave, edhe pas kamerave, dhe po e kemi zgjedhur që ta bëjmë edhe para kamerave. Keni një kimi shumë të bukur ju. E kemi të tre ne. Është ajo marrëdhënia nën fëmijë që ti nuk e pranon, pa ajo të ka shumë xhan edhe të ka fëmijën e preferuar. Jo, ty të ka fëmijën e preferuar. Të ka ty. Të ka ty. Është fakt. Të ka ty. Është fakt. Po ta pyesim kë ka fëmijën e preferuar. Ta pyesim zonjën Florenca. Zonja Florenca, na thuaj kë do më shumë. Mirëmëngjes. Për ka gjuzën që gjithmonë uroj. Mirëmëngjes. Si jeni? Jemi mirë. Mirë, të bukurit e dheut. Të bukurit e dheut janë këta të dy. Edhe ti. Shiko, unë Almës ja shpreh. Po, këtë e kam zemër dhe shpirt. Atë thashë të ka shumë xhan. Jo, po, shiko, fakti flasin vetë. Kam frikë të hap një video të Vision Plusit. Sepse aty është e zëmë. Është ai komenti. Është Albano Bogdo me Agrolakën në emisionin e tyre. Dhe hap komentin edhe është Florenca. Alma Kam frikë. Jemi kudo. Prandaj janë disa evidenca që mua më bëjtë të Tani, digjo, ti e star. Ti je interstellar. Kur të shkosh një 35 do bësh hyll që ndriçon. Superstar do bësh. Aty do fillosh Florenca o syri o dritë. O dritë. Më pëlqen shumë që ndan dashurin bukur, edhe shumë barabartë mes nesh, që është e vërtetë. Ju themi kështu zyrtarisht mirëmëngjes nga ne, sepse transmetimi në Vision Plus ka nisur që herët me Brikenën dhe Florit me live në mëngjes. Janë ata të cilët na japin dozën e parë të informacionit që me mëngjes, ndërsa ne jemi me një herë pas tyre për t'ju argëtuar. Është momenti që ju merrni pak pauzë, qetësoheni, uleni në divanët në shtëpinë tuaj dhe na shihni, gatuani me ne, qeshni me ne, po megjitha edhe informohemi, sepse më kujton pak filozofinë e arsimit finlandez. Nuk bëhet mësim hap libra dhe studio. Ç'bëjnë ata? Dilet në natyrë, shkohet në një vend, shkohet në një kënd sportiv dhe leksionet I marrin ashtu duke ilustruar. Të njëjtën gjë bëjmë dhe ne, ilustrojmë gjëra, por informacionet I marrim edhe duke parë edhe duke dëgjuar. Tani Florenca, duke qenë se e krye fjala, edhe je nisja, ndezja e motorëve, ndezja e pianurës, ndezim tiganë edhe të nxerë që kemi induksion. E ju ndez dhe ju të dy. Në ndez dhe të dyve, edhe publikun, edhe ngacmon ata të publikut ti, se ata kujtoj se gjitha mendimet I ke për ne të dy, ti ke për zgjuar pak edhe reagim të publiku, çdo ndezim sot. Edhe për të kundërshtuar dhe disa që më thonë që ju jeni për të gatuar aty, apo jeni për të bërë kështu që fyre mua këta që e ka thënë ty që? Ne jemi këtu për t'ju dhënë juve të gjithë adrenalinën pozitive që çoheni në mëngjes dhe ta merrni me qef gatimin dhe ne ju japim vetëm qeshje dhe dashuri dhe ju japim dhe idenë se çfarë mund të bëni. Ju pastaj bëni çfarë të doni. Shumë e vërtetë. Edhe ju ç'bëni rrini me ne deri në orën 13:00. Tani sot kemi me çfarë unë shoh ëmbëlsirë. Një ëmbëlsirë. Po, është një kek I cili do bëhet me miell misri të hollë. Do me thënë, është ai mielli që është I bluar imët dhe e kanë sjellë në një formë pse jo, mielli misri të shkoj dhe me copa çokolade. Ja ku e kemi. Po, ky është. Pse jo, mos të shkoj dhe me mjalt. Pse jo, mos të shkoj
me këtë që I kam shtuar unë, me pistakjo. Me pistakjo. Kështu që ne sot sjellim një kek të pasur, vërtet mund ketë pak shpenzim se ka për bërës pak më tepër se kekët e zakonshëm, por që ju asiguroj se do jetë një kek shumë I mirë. E veçanta është që ka mielin e mistrit Ola. të verdh Ola. Ola. Për cilin e ja treguam edhe publikut pak ditë më parë, në mënyrë që ata të mësoni se çfarë mund të bënin me mielin e mistrit, përpos bukës, pispilis, edhe një recetave, ja ku vim tek një kek I cili nuk është as pak Bëhen I dhe zakonshëm. pankekës me... Pancakes. Ato edhe një herë të lutem, po të lutem. Nuk e them. Po të lutem. Po të lutem thuaj edhe një herë. E, po ju doni që unë t'ju a them anglisht pankekës? Ua, Florenca! Mund të bëni dhe pancakes me mielin e mistrit. Është jashtëzakonshëm. Nuk e di, do dhe një e jashtëzakonshëm. Nuk e di se si ishin hyjet atë ditë që morën Florencën punë. Nuk e di, po ka qenë Na lejo të ta themi je e jashtëzakonshme. Ju falenderoj me zemër dhe me shpirt. Por jeni ju pa jam unë. Ja, na ka shtuar Je ti pa e vine. Po, dhe ka shumë të drejtë. Ka shumë të drejtë. Tani, Florenca fakt tha mund të jetë pak e kushtueshme si recet, nuk mendoj, sepse nuk mendoj që ka njerëz që s'kan vezë, nuk kanë vaj, nuk kanë sheqer, nuk kanë miell mistri, nuk kanë mjalt, për hir të vendi që ka E mjalt po aty fillon që rritet çmimi. Gjallë. Aty rriten çmimi. Dhe mjalti, ke copat e çokoladës, edhe ke Sa bën sopat e çokoladës? Jo, pas kushtoj që më Dhe për natyra kanë çmime vërtet ekonomike. Është e vërtetë. Mbaj mend se Alma ja tha dhe emrin shumë bukur. Po, ja thash goçe di çokolata. Goçe. Nuk është kështu. Gonde. Goçe. Prandaj them, do të thënë kushton shumë pak. Po çon si ka unë vlen në fund ditës. Nuk kushtojnë. Jo, nuk është aq. Jo, nuk është aq. E ke gabim? Një gjë është e sigurt, Florenca, që ka një çmim shumë ekonomik në raport me cilësinë që ofron në tregun shqiptar për një produkt cilësor italian. Dhe kjo është ajo që e dallon. Surjantina thua për bërë çfarë na duhet me gramatur dhe Florenca nis nga puna se zonjat janë gjithsej vesh çdo bëhet me gjitho për bërës. Atëherë, publik I dashur, për të përgatitur Si e trash zërin këtë Me. Po, di se sopën se u bë serioze situata. Për përgatitur kek me miell mistri të holl Ola, na duhen 400 gram miell mistri të holl Ola, 5 kokra vezë, 300 gram sheqer, 400 ml qumë shlufra, 160 ml vaj gatimi, 50 gram gjallë plufra, 30 gram mjalt, vanilje, 20 gram fryrës, 50 gram çokoladë, Syriani, Alma dhe Florenca dhe e realizuat. Në një paso doble. Atëherë, Nga nisim nga puna. ka dy mënyra për ta bërë këtë keku. Ose sheqerin e karamelizuar do ta hidhni në fund të formës, ose do ta bëni dhe do ta hidhni në fund kur ta nxirrni. Si e doni ju të dy? Si të duash ti? Sa I mençur që është ky djalë, gjithmonë një përgjigje e mençur. Diplomatike që sepse ti di më të mirën. Po. Okej, do ta bëj pra si dua unë. Është e papar. Është e papar. Pra do ta bëj, më pyeta për do ta bëj si dua unë. Se herë? E bëjmë si do Florenca. Stil Florenca. Hera parë. Dhe zakonisht e bën si dojmë ne. Zakonisht po. Atëherë, do të hedhim sheqerin. Dhe do shtojmë dhe vezët. Okej. Kemi 5 vezë. 5 vezë, po. Të plota. Sepse, t'ju a them dhe arsyen, pse janë 5 vezë. Sepse nga që mielli I mistrit është pak më I fortë, atje po. Me që se mielli I mistrit është pak më I fortë se mielli I grurit, atëhere, kur I shtojmë vezët, e bëjmë atë që ai të shpërbëhet më lehtë dhe trasia e këtij keku nuk duhet të jetë shumë I plotë dhe I trash, por duhet të jetë pak më I holl për të aktivizuar sa më mirë mielin e mistrit brenda këtyre produkteve. Këta interesant, duke qenë se po përdorim mielin e mistrit. Ola, po ndërkohë I kemi besuar edhe traditës shqiptare dhe kemi qumshtin e lopës të pasterizuar nga lufra. Sa më pëlqen kjo fjala tradita. Po, edhe mua më pëlqen. Shkon dhe tua një qumësh tradita të lutem. Edhe me mendin tënde shkon
në ato vitet ku qumshtin Tek shtëpia e gjyshit. në mëngjes na e përgatiste gjyshja. Ne jemi dhe brezi për sheshit, nuk kemi brezi i cornflakes. Me qënë se zure në gojë për sheshin, do bëjmë një ditë e bukmisri dhe do ham për shesh me qumësh me bukmisri. Se janë rritur shumë fëmijë duke ngrënë përshësh me qumësh me bukmisri ose përshësh me kos dhe bukmisri. Nuk e di keni ngrënë ju, unë kam ngrënë. Po, edhe unë kam ngrënë. Nga regjia po thonë tuaj Florences një ditë të lutëm të na bësh kaçamak. Po patjetër, po bëra një ditë kaçamak. Ishte shumë i mirë. Do ta sjell në një formë tjetër. Ishte jashtëzakonshëm. Kaçamaku ju bëj dhe sot unë, E shihni regjia që nga dita juaj me fat. Edhe jona, e juaj edhe jona. Me këmish, 25 veta që jeni aty, me këmish të gjithë. Unë mendoj që një javë të vetme ta zgjedhë regjia gjithë recetat e javës, duke qenë se ata sigurohen që ne dalim mirë e bukur çdo ditë në ekran. Një javë të tërë ju mund të zgjidhni recetën në rast se miraton Florenca, kuptohet. Por mund të jepni ide tuaja. Tani, më lejo të ndaj me ty diçka, me ty Florencën dhe publikun. Sepse Florenca, regjia, besoj jam okej, jam në kuadër. Çfarë the pak më herët, ke ngrënë buk me përshesh dhe me qumësh? Po. Besoj? Po, kam ngrënë. Ku ke qenë fëmijë, vajzë e re? Po, kam ngrënë. E di... Na i bënte nana. Nana, gjyshja, nana. E di nana. ti si është rritur brezim dhe në qoftë se është rritur brezim që janë praktikisht shumë i ri, imagjino se si janë rritur brezët para meje. Me bukë gjallë, me pak sheqer sipër, përpara se dilnim dhe të luani me shokët. Po puna është se andej nga vi unë, se më pëlqen nga një herë, sjell ca fjalë krajinore. Nga italishtja burro, gjalpit, ne i themi burra fres. Burra fres. Po, e dim të që ju e quani burra fres. Nuk do dalësh për të luajtur. Pa ngrënë. Burra fresk. Buk me burra fresk. Buk me burra fresk. Pra merre një Facebook, lyhej me gjalp, pak sheqer po deshe, edhe po të doja së kohët. Se tani nuk fëmijët janë me çokokremra, me janë nisë me cornflakes, me gato lutem, po ka matcha, ka fara chia, çfarë nuk ka tani? Nuk e di domethënë sa kohë. Ushqime industriale. Po. Të bëra pa dashuri brenda. Ajo dashuria është shumë e rëndësishme. Me mjete hekuri, ndërsa ato që bën nëna, gjyshja, mamaja në shtëpi, kanë vetëm pika dashurie brenda. Po ka të drejtë syri që kthehet në fëmijëri, sepse aty është koha ku ne shija na çon dhe na zgjon kujtime. Dhe sa herë që ne kemi produkte që janë shumë afër traditës, sigurohemi që të kthehemi te ajo nostalgjia në kohën që buka bëhej vet. Edhe qumshti merrej tek fermerët aty pranë, po te lopët e fshatit. Dhe të njëjtën cilësi edhe të njëjtin kujdes ta gjesh sot në kompani të mëdha është privilegj. Kështu që pa dashur. Tradita dhe kujtimet tona të fëmijërisë, dhe fatmirësisht është një zgjedhje që ne e bëjmë lehtësisht në përditshmërinë tonë, shkojmë në supermarketin, marketin më të afërt, e marrim edhe ndoshta në një 5 minutësh me veten mund të shkojmë pas në fëmijëri atëherë kur nuk ishim as halle, as nuk mendonim gjatë, por jetonim çdo sekondë. Nuk paguani fatura. Vegjelit. Nuk paguani fatura. Nuk e dinim çfarë ishin faturat. As nuk prisnim hape pak shumë çka në fund. Lorenza, ti tani do na tregosh se çfarë bëm deri më tani, të fokusohemi edhe tek receta, çfarë shtove rrugës se regjia të ndjek ty, nuk të lë asnjë moment vetëm. Patjetër. Unë bravo Syri. Të lumt Syrian. Ka një herkul kjo studio. Jo, qen ka mjal, ky qen ka mjal. Miele. Gështenje, është gështenje. Ja ta lexojmë këtu çfarë thosh? Shumë mundësi gështenje. Jo, është milefjori, shumë lulësh. Shumë lulësh, po. Po kjo s'do thotë. Ju jeni dhe familje bletarësh, ç'është ky lapsus? Ç'është ky lapsus i pafajshëm? Gjysh me. Këta të italianës di kanë ta bëkan mjaltin thuj. Se tu e di që po më she në këto momente. Më trego, në qoftë se ky mjalti nga ngjyra më shkruaj. Po nga ngjyra u gabove ti po shkënje apo shumë lule. Lexoje se Pro Natura ka një shpjegim shumë të mirë në shqip në çdo produkt, në mënyrë që ata që nuk din italisht si puna ime të sigurohen që ta dinë se çfarë po blejnë atë ditë, aty lexon mjalt, lulesh, mos gaboh shumë lulesh. Luleve italiane ma nusol. Po pra e morën përgjigjen, po gjyshi është profesionist dhe ne këtë nuk ja heqim as pak. Është profesionist i nderuar. Se përcaktoj nga ngjyra, sepse mjalti ka të drejtë i gështenjes ashtu është me atë ngjyrë ka. Është i errët, është kafe errët. Pra, rahavezët me sheqerin, po nga qumshtin,
hodha fryrsin, hodha vaniljen, hodha mjaltin, qa hodha tjetër mi se si mbaj mend tash gjitha. Po mirë të... Po jo, këtë drejt, janë shumë përbërës. Tani do të hedhe dhe... Pak mielin me pistak, të bërë nga fistikët. Mielin e shtojmë në fund, besoj, pasi gjithë përbërësit janë bërë bashkë. Sepse kemi bashkuar të gjithë përbërësit që janë pak të lëngshëm, edhe tani do të hedhi mielin avash avash që do më japi Alma-Ide dhe ca copa çokolate Alma. Tjetë tani çokolata? Hidhi, po. Do tjetë, më thuaj kur të ndalem, po edhe më thuaj. Se nuk është se... Nuk i pranon. Nuk i pranon. Çfarë nuk i pranon? E shkon si buzëqeshi në çunat me kamera, sa herë që shohin çokoladë. Dikush ka zgjatur dorën, s'ka, jo më vjen keq. Jo as për ty s'ka, kur nuk ka për Endri, nuk mund të ketë për ty, të lutem tani. Duhet të pyes, jepi. Po ta Si mund të lësh një djalë gjithë këtë djalë 2 metra gjatë me dorën kështu. Unë e mbroj nga vetja, sepse ai ka thënë që s'dua sheqer. Atë ka thënë s'dua sheqer, Florenca. Është mëngjes, nuk ka pak fare. Unë i them që të haj, sepse sheqeri të rrit adrenalinën. Çfarë do më thoje? Unë nisë për diçka. Do të thoja që ke ngrënë bukvale? Bukvale? Kam dëgjuar, nuk kam ngrënë. S'ke ngrënë sa mirë që është do t'ju bëj një do bësh ditë bukvale, kam dëgjuar shumë gjyshja ime flet për bukvale. Jo, kam ngrënë. Po duhet ta përgatisësh një ditë. Ka dhe bukvale të kripur. Të dyja të kripur, ti e di që jemi skuadra krip. Pa fund. Se jemi vetë kështu pak. Si ku e ka marrë? Ku e me buk bëhet? Me buk. Buka që mbeteshe në shtëpi, që nuk e hani, me bënin copa, e ka urdisnim në tigan me gjallë, edhe pastaj e përvlonim me ujë të përvluar, edhe i shtonim ose cikari dhe vjami, ose i shtonim djathë, ose të dyja. Dhe e hanim, e lën të gjyshja të mbuluar shumë e kapak, ku ndërmon të era në gjithë shtëpinë, dhe ne me zi pristim të shkonim të hanim. Dërsa kush e donte të ëmbël? Po, gjyshja ime ka folur gjatë për këtë. I përket një periudhë të caktuar, por që ishte një mënyrë që mos të hedhni bukën poshtë. Kjo s'ndodh. Pastaj bëhet mënyra tjetër, në një tigan vendoset sheqeri, tretet me ujë dhe aty hedhin bukët e ka urdisura mbeten dhe i lëm derisa ato ta thithin gjithë lëngun e sheqerit. Dhe pastaj shoqëroni me çfarë kishim në shtëpi, fruta të thata, se edhe më përpara kemi pas fruta të thata, nuk është se kemi pasur. Po kush e diskutoi këtë? Nuk kemi pasur këtë lloj shmërinë që është. Ta shtojmë mielin? A nuk është paparja kjo apo është ndryshe paparja? Po, pavarësisht si paparja. Unë po shtoj mielin, Suryani na çon tek inserti i çokoladës. Tani, jo më kot mora disa copza çokoladë në dorë, sepse gazetarët e Mesdritës kanë përgatitur një insert që flet më shumë për çokoladën. Fëmijë, mos hanin çokolada, ju bëjnë dëm për shëndetin tuaj. Por, se provojnë një copëz ndonjëherë në kaq kohë, bukur se na ndodh. Bukur dol tekstura. Shkojmë tek një insert që flet më gjëre më gjatë për çokoladën, dhe rikthehemi në studio me kekun ton të famshëm, që me shumë mundësi Alma dhe Florenca po e qajnë. Shkojmë tek insert. Çokolada nuk është vetëm një ëmbëlsirë, por edhe një burim kënaqësie për trupin dhe mendjen. Ajo përmban substanca natyrale që stimulojnë prodhimin e serotoninës dhe endorfinës, duke përmirësuar humorin dhe duke ulur stresin. Çokolada e zezë, sidomos ajo me përqindje të lartë kakaoje, është e pasur me antioksidant që ndihmojnë shëndetin e zemrës, qarkullimin e gjakut dhe përqendrimin mendor. Një sasi e vogël mund të jap energji dhe ndjesi mirëqënieje. Megjithatë, çokolada me shumë sheqer dhe yndyrë duhen konsumuar me mas. E shijuar me kujdes, çokolada mund të jetë një kënaqësi e vogël që i bën ditët më të ëmbla. Unë do shtoj dhe pak miell, më thot Florenca, dhe kush jam unë? Po kush jam unë që të refuzoj? E ke lugën Këtë kërkesë të bërë me shumë dashuri dhe qetësi, me ëmbëlsi nga Florenca. Ai po kërcen. Po pse? Nga që hëngri copa çokolade? E ka jetën e bukur ai, kështu që prandaj kërcen. Jo, nga ndonjë shkëputet kështu. Nga ndonjë shkëputet kështu si në vetmi dhe del nga orbita thotë. Jo, nuk është ashtu. Jo, puna është se shkan me mua. Ai regjizori tha jeni shumë mirë për bukurin të tretë. Në mendjen time po luaj një këngë dhe patjetër një kështu pecet, një
pastolet ishte nevojshme për ta. O syri ty të këndoft Shpirti dhe shpirti gjithë zemra. jetën. Falber, po ju se qeshti me mua, publik i dashur po m'bullizojnë. Sa mil? Po, bëj të ndihem keq, po unë ndjeva unë keq. Ka mund dhe Florenca një fytyrë bulliste? Asnjëherë. A kemi ne një portret bulliste? Asnjëherë. Ne jemi problematike në mënyrën tonë, për gjërat tona, po me tjerët. Peshoret mordial. O, peshoret, sa të mira janë. Nuk e kanë atë në karakter, O, sa të ta mira dish. janë. Sa të mira janë. Nuk e ka në karakter. Shqyqyr që e the Florenca, se po. E keni parasysh atë këngën kush ka vajza botën ka? Kush ka peshore botën ka. Po. Jam shumë dakord. Pa bën jetën më të thjeshtë. Po edhe gaforet, Ju gëzon vetëm gaforet. dashuri din të falen. Jemi kështu emocional. Janë të ndjeshën, Për janë jetojmë emocional. gjëra, për Të duhet më shumë se kaq. Është edhe pak. Po, edhe pak, Se edhe shoqë bot, si kuna e hiqe. ka nevojën. Hiqe. E hoqa, hiqe, hiqe mielin e mistrit Ola. Unë po pres ditën që ne të provojmë edhe një pispili 2. Po. Do të bësh pispili sot? Jo. Një tjetër, unë nuk të ngarkoj kur më shumë se shke menduar ti. Da bësh Asnjëherë. fasule me pastërma. Sonte një kaçamak mund t'ju a bëj. Kaçamak aty rrim pra. Pastërma na duhet. Pastërma, po duhet të kemi pastërman, duhet ta blejmë. Shko në Valbon, merë pastërma dhe eja një ditë e bëjmë. Atëre, Pa mirë, dakor. i largojmë këto gjërat dhe hedhim tek forma. Formën zgjidheni si e keni në shtëpi. Alma mos qesh. Di pse qesha. Se mbaj mend muhabet bisedën tonë të kësaj forme. Sa kona u desh vini të kjo forma. Se kuptova. Me të drejtë Florenca Kënguli tha, më duhet një enë me formë këtu, se tha, Po normal. model keku siç duhet. Siç duhet. Dhe më kujtua edhe ai sheqeri që do ta hedhim në fund. I mban mend, Karamelen do t'ja hedh në fund. Në fund, Mund ta po, kisha edhe në fund të enës. po pse nuk hedhim pak çokoladë? Po, ku të hedhim Kështu çokoladë? sipër. Po pse do të hedhim hodhën pra copa çokolade? Hodhëm tani. Po të dal pak si panetone. Të dalë pak si panatone. Unë mendova që këtë, që te projta idhje në ca forma të vogla të bëja ca kek të vegjël, Ato Po për këj do ato. cupcakes. për juve thash, po hajde se po e hedh këtu, po do dalim mbi formë. Atëherë ja, mos e prish formën, sepse kemi investuar shumë te kjo forma, se është shumë e kushtueshme. Tani, Jo, Florenca, s'është e kushtueshme. i themi edhe publikut bashkë se sa gjatë do ta presim të bëhet keku, edhe në sa gradë. Në 180 gradë për 35 minuta. 35 minuta, 180 gradë, furra unë ndez që në fillim, se tha Florenca, unë i ndez gjithë motorët. Po, s'ke harruar gjë furrë, Florenca. Ndërton ndezi dhe furrën, jo, po E kam ndezur, ndjen nxehtësinë e furrës që këtu. Jemi Ta pastrojmë all set. pak. Po na digjet diçka. E di si thon Digjet amerikanët? furra. Furra. E di si thon amerikanët, Florenca, all set, që jemi gati. Çfarë? All set thon amerikanët, jemi gati, jemi gjithçka gati. okay. All set. All set. Tani, duke qenë se jemi gati, Të lutem. një gafore, 2 peshore, edhe në ekip, çfarë shenjash tjera kemi? Para i thoni pak? Luan, Luan, Endri, qa shenje jeti? Dash. O, bo, që nga si goca ime dhe i shoq. Virgjëresha, okej. Ti me Virgjëreshën si pas ke mirë punët. Dash me Virgjëreshën shkojnë shumë, edhe e mira është në ambjente punë mos rrinë afër. Ja, ata sapo i dhanë dorën njëri tjetrit, po jeni fantastik, papar, jeni papar. fenomenal. Tani, për të gjitha shenjat e zodiakut, Po. që janë 12, ne do mësojmë se çfarë ndodh sot me emocionet tona dhe kthehemi pas pak me ftuarin e parë. Dhe ja ku jemi, ne të tre muskëtjerët e mesditës tuaj, Po. duke dimë, duke sikur viroza po na vjen rrotull, kus po troket, ja dëgjojmë zhurmën, po mos ardh deri këtu, sepse mos ardh te kolegu im, o zot. Jo inshallah. Se ka qenë sot paksa pa shef. Si, për gjumë. Ja themi publikut, jo mo. Jo, pak si për Publik i gjumë. dashur, vetëm se kam respekt për ju. Edhe patjetër edukata ime personale dhe ajo profesionale nuk ma lejon. Aristokracia jote, ti je një djalë aristokrat. Unë jam viga familje feudale shumë. Ti ishte për mua kështu do isha gjithë transmetimi. Me kokë. Nuk ka qenë mirë. Por nuk ka problem. Nuk dorëzohesh ti mordial. Ç'na dha Perëndia që ne nuk e përballuam. Edhe nuk e mbajtëm. Tani Florenca do të mbëlsoj. Sa mirë këti djali pas ka dhënë Perëndia në këtë moshë të re që është ky gjëra që me zori pas ka kaluar. Po ne që duhet themi?
Ju keni më shumë. Male mbi supe. Po jo se ne jemi pa gjë. Po. Si jemi edhe ne pa gjë, na besoni. Me rinin kalon çdo gjë. Thua? Po. Po kur nuk kalojnë? Nuk e di. Jemi tre të ri këtu fundja. Ka i Atëherë gjdim. mirë tjetër. Tani Florenca. Përveç shëmbëlsirës që bëra këtij kekut mrekullueshëm, bëra dhe arapash sepse ma bën kërkesë. Edhe për ma bën E ka thënë kërkesë, e ka thënë kërkesë fiks si në ato rastet ku jemi në dasmë dhe shkon dikush te DJ dhe thotë DJ të lutem të këngën. Edhe këtu e njëjta i gjë. Ja, e vëm këtu. Me preferenca. Okej, bukur. Ma bën kërkesë dhe e bëra, por e kam bërë me një ndryshim të asaj që bëra para disa ditësh, e kam bërë me kos edhe me gjallë, nuk e bëra erën tjetër, e bëra me pak ujë. Këtë radhë e kam bërë vetëm me kos, me gjallë. Fantastike. Po, fantastike. Dhe umami. Po, umami. Dhe tani është kinesçe, është kinesçe. Si është kinesçe? Është kinesçe kjo që theti. Është kinesçe. Mbaj ushqimin mirë. Nuk është kinesçe kjo. Nuk po ma përmirësojnë gjendje, po ma përkeqësojnë. Mami, Po, mami. Po, i ke shumë të vetë, mami. Tani, i themi publikut edhe një herë, teksa ti po sigurohesh që të shtosh atë... Dhe kinezët e pas ka gjë shqiptar. Po ku dihet? Ja, pa nuk kemi lidhje. Mos të përmend atë emrin, mos të përmend atë emrin që i thotë teorik, mos të përmend sot atë emrin. Dgjoj, ja, nuk e them atë, po duhet të them që s'kemi lidhje me kinezët. Fare. Se çfarë thotë për shqiptarët? Po mirë, pra, nuk kemi lidhje sepse nuk kemi as pamje kështu që të dukemi si kinez. Se nga pamja kuptohet njeriu. Po nga çfarë kuptohet? Nga pamja, çiko se hapim në i tem tani. Nga pamja. Çfarë? Është e brëndshme e gjë. Po, pasqyrohet në fytyrë, Zoti prandaj ka bërë fytyrën. Atere. Fokus te receta. Pra njerëz të kishin shihen në fytyrë, domethënë. Fokus si? Njerëz të kishin shihen në fytyrë. Patjetër. Tani fokusohemi të mirë të keq dhe në mes, të gjithë ju që na ndiqni për ditë. Për ne të shtuar umami. Për ne të gjithë të njëjtë, edhe ne nuk bëjmë kategorizime, apo jo. As me njëri tjetrin dhe as për ata që kemi aty, që na ndjekin çdo ditë. Themi recetën dhe bëhemi gati ta shërbejmë në mënyrën më të bukur. Atë kam bërë një karamel që as ata pastiqierët e famshëm, shikoni çfarë karameli kam bërë. Ja, kam bërë një karamel, shiko. Të më keni zili me këtë karamelin. Po ta kenë si jo. Tani, regjia edhe Eraldi, shtaj që na ndihmon ti themi. Xhaxhi regjizor. Sepse që ta dini, emërohet si përbashkët i dy, unë se quaj Xhaxhi ti e the. Jo, ala me djali tjetri thua Xhaxhi. Absolutisht. Tani, kemi kekun e bërë nga mielli i misrit të Keni me xhaxhallar, po çan. Wow. Jo, po ti nuk e the Xhaxha se e ke Xhaxha, ti i the Xhaxhi për demek i vjetër. Shkojmë tek receta. Hajde pra. Fokus edhe njërë të zysha, dhe një shkoha t'ju të tregoj zysha recetën. Po. Sepse kemi mielin e misrit Ola, mielin e misrit të verdh. Është përdorur për të dy recetat. Në është dashur 400 gram miell misri të hollola, në udeshën 5 kokravez, 300 gram sheqer, 400 ml qumësh lufra, 160 ml vaj gatimi, 50 gram gjallë plufra, 30 gram mjalt, vanilje, 20 gram fryrës, 50 gram çokoladë dhe gjithashtu në recet nuk është i përmendur edhe ai mielli i përbërë i ndërtuar nga fistikët. Tani është momenti i karamelit krijuar nga Florenca në nivelin më të lartë, pastiqërisht, parë ndonjëherë në ekranet shqiptare dhe sigurohemi të vendosim dhe 2 emra. Në mënyrë artizanale e kam bërë jo me makineri. Tani, këtë, se kam menduar emrin, ta gjej tani shpejt e shpejt. Po, ke 2 emra sot, ke punë të vështirë shumë. I ishe tek shoqet e vajzës. Po, i mbarova, më duket si i kam mbaruar ato. Prit tani. E kam vënë Mirelën? Jo, se kam vënë. Besa burit tim që është Mirela? Florida, nuk e kam vënë. Si nuk e ke vënë? Kemi shkuar në Florida, kemi shkuar, po, për Mirelën, apo në jemër tjetër? Po, Kristinën e kam vënë? Po. Që është, po. Mirë, prit... Mendo dhe fakt. Po. Jo shumë. Po ranën e vure dje. Po. Mendo, e bëjmë për hapjen. Po, e bëjmë për hapjen, po kush? Dhe e shoh që gjithë pa afrohen, mos u afrohen. Po, përdor ndonjë emër nga një fizik plusit, që ti një edhe ke gjatë.
Po. Po, ki Guxha Emra në Vision Plus. Shumë e ka... Endrit ja kam zënë? Ja ke zënë, Endrit. Ja kam Ja zënë. ke thënë dhe Endrit Emra. Po vinin e kam Va vënë? ke vënë gjithve. Fationi. Po. Fationin jo. Jo, Fationin jo. Se kam vënë? Vendosim emrin e Fationit sot. Po Po, tjetri. edhe ky Miri, si e ka ky? Jo, pa njerë, është Besi. Jo, E Besi e mirë. Po, Besi dhe Fationi, kaq. do vë emrin e... Më duket se... I mirë, nuk e kam vënë i mirin, nipin tim. Jo. I mirë, jo, që është në Selanik. Po, jo, nuk e kam Ja, vënë. vendosim tre emra sot, se po. nuk ka fare... ka rënë Nuk kemi fare në në regula. S'ka rënë fare në men, si sa i likë që është si e thonë, Kastile, s'ka rënë fare në men. Po edhe nga në njerë edhe... Harrojmë, në njerëz jemi. Jo, e një familje madhe. Po. I mirë, qofsh mirë Po. dhe je djali mirë. Po, pa tjetër. Tani, publiku të themi, Të presim një copë. ky ishte keko ynë, Po. na pret. Sa Çfarë i diti mirë për që është. Alida Hiskun? Di që është një këngëtare, e famshme, e mirë, jeton në Gjermani, ka bërë biznesin e saj, Bravo. është një grua shumë familjare, Bravo. dhe respekte për të, dhe sa më shumë si Alida Hisku. Sepse është Alida e cila na pret në një lidhje të drejtë për drejtë, kështu që publiku të themi qëndroni me ne. Shkojmë tek një insert i cili bën një rezume të shkurtër të jetës së gjatë, plot ulje ngritje të kësaj artiste me atë të madhe dhe rikthehemi në studio për ta intervistuar. Qëndroni me ne.